Dhe do të kalojmë tek një tjetër zhvillim, e kam fjalën për gjykatën kushtetuese e cila vendos sot kalimin apo jo për shqyrtim të ankimimit të qeverisë për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres së vendit zonjës Balluku. Po, siç ka njoftuar gjykata kushtetuese, gjyqtarët kushtetues do të hyjnë në mbledhjen e përgjithshme në cilën do të diskutojnë me dyert të mbyllura kërkesat dhe do të shikojnë dhe do të vlerësojnë nëse do ta kalojnë apo jo në seancë plenare. Por kjo çështje është e treta në rendite, sepse janë dhe dy çështje të tjera, mu bë me dije nga anëtarë të gjykatës kushtetuese të cilët preferuan të flasin në rrugë jo zyrtare, pra do të shqyrtojnë fillimisht dy çështje të tjera dhe pastaj është çështja e kërkesës së kryeministrit për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, vendosur nga gjykata e posaçme, e cila dhe konkretisht nga gjyqtari i shkallës së parë, zoti Erion Çela, i cili shpalli dy masa ndaluese dhe shtrënguese ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, po gjithashtu edhe masat e arrestit shtëpiak edhe ndaj dy funksionarëve të tjerë, Gentian Gjylit dhe Eralde Lezit, të cilët janë në masë në arrest shtëpiak. Ditën e djeshme gjykata e apelit njoftoi se është hedhur shorti mbi apelimet e të tre funksionarëve të cilët kundërshtojnë masën e sigurisë dhe tani më çështja është edhe në gjykatën e apelit të posaçëm, ku do të shqyrtohet së shpejti nga gjyqtarja Emiliana Muça çështja e kundërshtimeve që bën dhe që ka depozituar mbrojtja e Belinda Ballukut, që insiston se nuk janë kushte dhe është e pabazuar masa e sigurisë dhe e paprovuar sipas tyre. Nga ana tjetër të njëjtën gjë kundërshtojnë edhe dy funksionarët e tjerë përmes avokatëve që kërkojnë midis të tjerave heqjen e masës arrest shtëpiak. Edhe ndërsa kjo çështje është në proces e sipër, ku edhe pritet të jepet një datë dhe të caktohet një datë se kur do të shqyrtohet dhe kur do të dëgjohet prokurori Dritan Prençi nga njëra anë dhe avokatët e mbrojtës, të tretë të pandehurve nga ana tjetër, në gjykatën kushtetuese sot do të jepet një vendim nëse çështja kalon apo jo në seancë plenare. Natyrisht është e paprecedent fakti dhe është një nga çështjet dhe e para çështje që përfundon dhe shqyrtohet një masë sigurie në gjykatën kushtetuese pa ushteruar të treja shkallët e gjyqësorit dhe konkretisht pa ushteruar shkalla e parë, gjykata e apelit dhe gjykata e lartë, sepse rruga kushtetuese në rastet e masave të sigurisë është ndjekur gjithmonë si një shteg vetëm nga të pandehurit, edhe këtë kanë fjalën edhe për funksionarë dhe politikanë të lartë, sikurse ish kryeministri Sali Berisha që u drejtua më herët gjykatës kushtetuese mbasi dogji të treja shkallët e gjykatave dhe u refuzua prej tyre, ai u drejtua gjykatës kushtetuese pikërisht për masën që u dhana të kohë ndaj tij dhe ku mori pjesërisht të drejtë, pra pjesërisht atij u dha të drejtë në lidhje me proporcionalitetin. Kësaj radhe çështja shtrohet për diskutim kushtetues direkt nga kryeministri, i cili ka ngritur disa pikpyetje. Së pari në lidhje me imunitetin, ai kryeministri këmbgul përmes ekipit ligjor se dhe kërkon një përgjigje nga gjykata kushtetuese nëse është prekur, janë prekur garancitë kushtetuese që i ofrohen dhe i ka një ministër në rastin kur ai gëzon edhe imunitetin e deputetit. Nga ana tjetër, kërkohet një përgjigje kushtetuese nëse ka hyrë apo jo gjykata e antikorrupsion në kompetencat e ekzekutivit kur shpall një masë të tillë dhe nga ana tjetër kërkohet të pezullohet edhe masa e pezullimit nga detyra, derisa çështja të zgjidhet në themel nga gjykata kushtetuese, që do të thotë me shumë mundësi pa parashikuar se cilat do të jenë veprimet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese mbasi të lexojnë dhe të shikojnë dhe mbasi kanë patur kohën e mjaftueshme, sepse ata kanë kërkuar vazhdimisht kohë për të njohur me të gjithë materialin, ne do të shohim nëse nga kjo mbledhje e përgjithshme e gjyqtarëve ditën e sotme do të ketë apo jo tym të bardhë, pra e para do të kalojë apo jo ditën e sotme në seancë plenare që pastaj do të jenë palët përballë njëra tjetrës dhe nëse në këtë mbledhje të gjyqtarëve do të ketë apo jo edhe një vendim të ndërmjetëm që lidhet me sigurimin e padisë, le ta quajmë kështu fjori, kur përderisa kryeministri ka kërkuar të ketë një pezullim derisa çështja të zgjidhet, sepse ka patur dhe ka sjellë efekte pezullimi i saj nga detyra, efekte institucionale.